Jemi bashkë këtu në një tjetër moment dhe nuk do të jemi parafërsisht me temën që ishim parafrakisht, por do zhvendosemi në Athinë, atje ku një dëshmi të rënditse ka dalë në dritë në lidhje me Mark Precin, i dyshuar për tentativën e përdhunimit të 2 vajzave me paralizë cerebrale në lagjen Kipseli në Athinë. Vajza e tij biologjike ka deklaruar publikisht se edhe ajo ka qenë viktime abuzimit seksual nga i ati kur ishte vetëm 7 vjeçe, duke thënë se për vite me radhë kishte heshtur nga frika. Në një lidhje direkte nga Greqia zbulojmë informacionet e këtij lajmi me Edmond Gurin, që e kemi kënaqësinë ta kemi sot program. Mirë se vjen Guri. Përshëndetje Athina, faleminderit për ftesën. Atëherë, zotri Guri, kush ishte ky 64 vjeçar realisht? Çfarë akuzash rëndojnë deri më tash sipas ligjit, asaj që shkruhet atje dhe cili është aktiviteti i tij? Kemi të bëjmë me një 64 vjeçar me origjinë shqiptare, i cili banon prej vitesh në Greqi me dokumenta të rregullta, banor i lagit Kipseli, i cili njihej me 2 adoleshente ose më saktë me 2 vajza të cilat akuzohet për tentativë për përdhunim. Madje është kapur në flagrant nga jema dhe ka edhe pamje filmike të momentit të tentimit për përdhunim. Ka qenë njohës i familjes, hynte dhe ditë në familje, të ishin në një lagje dhe shpeshherë ai ofronte shërbime si hidraulik apo shërbime tjera në avarit të ndryshme në shtëpi. Por nga ana tjetër, duket që historia e tij është pak më e komplikuar sepse nuk është hera e parë që ai tenton të bëjë një gest të pahiq pak më tepër, tashmë i akuzuar dhe nga vajza e tij biologjike dhe rrezikon shumë të dënohet me burg të paktën 15 deri 24 vite. Po, dhe sa vjeç është sot vajza e tij biologjike? Pra ajo kishte thënë se në moshën 7 vjeçare është përdhunuar, po duhet të shoh se sa kohë ka kaluar për ta raportuar të atin. U desh shpërja publike e denoncimit për tentativë përdhunim, sepse jemi akoma në hetimin e sipërt dhe nuk kemi një raport përfundimtar nga mjekët, sepse shteta greke e cila është tentuar të përdhunohet, nuk kemi një raport zyrtar nëse është abuzuar më të apo jo. Jemi në pritje dhe është në hetim e sipër. Janë marrë pamjet filmike të telefonit të zonjës që ka akuzuar dhe pasi është bërë publike edhe pamjet dhe emri i tij dhe aq më tepër figura e tij, ka qenë e bia e cila ka denoncuar në polici përdhunimin nga jati në moshën 7 vjeçare dhe aq më tepër tentativat të herpasishme të tij gjatë periudhës së jetës së saj, dhe në një moment kur ai ka tentuar përsëri pak kohë më përpara, vajza e ka refuzuar, e ka akuzuar të jatin, por ai ja ka dalë duke nxjerrë atë si të çmendur, pra si një akuzë pa vërtet. Tashmë akuzat e vajzës, dëshmia e saj dhe akuzat e saj do të merren si të mirëqëna dhe është nisur procedura ligjore ndaj tij. Ai në këtë moment i ka shpëtuar flagrante sepse ja ka dalë të shpëtojë policisë për pak ditë, është dorëzuar ditën e djeshme, është vetëm dorëzuar në polici me anë të nënshoqërinë e përfaqësues ligjor të avokatit të tij dhe e gjithë procedura tani është në hetim derisa të shkojnë në proces ligjor. Mirë, natyrisht do të jemi në kontakt për më të rejat në këtë rast, por sa mizor duhet jesh që ta abuzosh me fëmijën tënd dhe këtu nxjerrje paralele Guri me një prej dokumentarëve të vitit kaluar në Netflix, Martinez Brothers, vëllezërit që i kishte dhunuar babai për kohë të gjatë e më pas natyrisht edhe e raportuan, por natyrisht dëmi u bë dhe si mund të arrijë deri në këtë situatë, me të vërtetë nuk kam koment. Është një ato rastet që pavarësisht se nuk mund ta përgjithësojmë, është një individ, por në çdo rast kur ky rast është i përsëritur dhe kemi të bëjmë me një person i cili të paktën për momentin janë 2 akuza dhe aq më tepër rëndon akuzë dhe një person i mjaftësisht kufizuar apo nga vajza e tij biologjike, kemi të bëjmë një person të paktën të rrezikshëm dhe shumë imoral, i cili drejtësia në këtë rast duhet të përshëndetojë gjithmonë sipas procedurave, aq më tepër kur ai është shqiptar dhe në vend si është Greqia që nuk las pak shije tepër gjurmë të mirë dhe për bashkëpatriotët e tij. Zotri Guri, është shumë kënaqësi t'ju kemi, shpresoj që në të ardhmen do t'ju kemi për gjëra më pozitive. Faleminderit shumë që është në Kosova Today dhe shpresoj të shihemi shpejt. Unë ju falenderoj dhe inshallah takohemi në lajme më të gëzueshme dhe më pozitive për bashkëtarët tanë.
Faleminderit shumë Zotri Guri. Atëherë ishim me Zotri Gurin, raportuam për një rast i cili ka ndodhur në Greqi, por do të kthehemi e të flasim për shtëpinë më të famshme në vend, Big Brother VIP Kosova. Ju që po na ndeshni, hyni në YouTube me njëherë dhe komentoni në live-in e Klan Kosovës emrin e personit që ju mendoni se duhet ta fitoj finalen e Big Brother VIP Kosovës. Ju kujtoj që deri në këtë pikë të lojës kanë shkuar Hygerta, Eliona, Ludo, Lëndrimi dhe Klodi. Por cili është i preferuar juaj? Leni